Në forumin e shërbimeve publike të Kombeve të Bashkuara që u mbajt në Samarkand, Uzbekistan, Shqipëria u vlerësua nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për arritjet në fushën e qeverisjes elektronike dhe digitalizimi i shërbimeve publike në mbështetje të Agjendës 2030 për zhvillim të qëndrueshëm. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit njofton se ky vlerësim konfirmon angazhimin dhe rezultatet konkrete të Shqipërisë në transformimin e administratës publike përmes teknologjisë dhe inovacionit. Sipas njoftimit të Akshit nga organizatorët, u nënvizua se Shqipëria vazhdon të mbajë një renditje të lartë në indeksin e zhvillimit të qeverisjes elektronike në nivel rajonal, duke shënuar përparim të qëndrueshëm. Përmirësime të dukshme janë regjistruar edhe në indekset e shërbimit online, falë zgjerimit të shërbimeve elektronike për qytetarët dhe bizneset. Një tjetër arritje lidhet me zhvillimin e infrastrukturës së telekomunikacionit që garanton ofrim efektiv të shërbimeve publike online, thuhet në njoftim. Forumi bashkëorganizuar nga Andesa dhe Qeveria e Uzbekistanit mblodhi rreth 1000 pjesëmarrës nga gjithë bota, ministra, vendimarrës dhe profesionistë të administratës publike për të shkëmbyer praktikat më të mira dhe për të nxitur qasje të reja transformuese. Nga Shqipëria në këtë forum mori pjesë Nevila Repishti, e cila u angazhua në diskutimet për forcimin e qeverisjes elektronike dhe avancimin e transformimit digjital në shërbimet publike. Sipas Akshit, vëmendje e veçantë ju kushtua transformimi digjital dhe inovacionit në sektorin publik. Në ceremoninë përmbyllëse, 12 vendet u vlerësuan për rezultat në qeverisjen elektronike.